ka qenë një njeri të njerëzve më hershëm, i cili kishte marrë pasurinë prej pasurisë së tij, ka dalë me dhënë sadaka një natë. Po dal me dhënë natën, mos me pa kërkush. Nuk po dën njerëz me kallëzu që filani po jepë, po i dhanë kështu, vetëm me Zotin e tij Dhul Xhelal. Dhe ka qellu te një njeri në rrugë, po e sheh që me tesha s'kam nur, i dhe po jepat sadaka. Po shef në ndër, po i thot dikush prej qiellit, sadaken që e ke dhënë në dorën e një fukaras ka arrit. Të nesërmen prap ka dalë me sadaka. Po don me dhënë sadaken e tij, me pastru mallin e tij, për evlat e tij. Dhe ka dalë te një person jo i moral shumë. Një person i cili e ka shit veten e vet me parë. Ditën e tretë ka dalë prap natën me dhënë sadaka dhe ka qellu te një pasunik edhe ja ka marrë. Dhe Allahu Dhul Xhelal e ka lajmëru këtë njeri, krejt sadakaja që i ke dhënë Zotit i ka pranuar. Pavarësisht dorën e kuj kanë rënë. A më dijen një gjë që kur ja ke dhënë parën tane me njerëz e të pastërt. Sepse hadithet e pejgamberit neve kështu na mësojnë. Inna Allahe tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahi është i pastërt, nuk pranon veç prej të pastërtit. Nuk pranon prej tjetër kujt. Ti sa dush mundesh me dhënë rrugt Zotit, por nëse nuk i ki halal, e se ki me njerëz, e nuk e jap me zemër e me sinqeritet, Allahi nuk ta pranon. Parën ki me dhënë, po te Zoti s'ka shku. E po i thot Allahu Dhul Xhelal ti njeriu, parja jote e pastërt, e me njerëz, ka shku në dorën e një hajdutit, kur jetën e tij më s'ka me vjedh. Se parja jote halal ka nxon vend te njeriu i keq, po e ka bë të mirat njeriu. Dhe ti ky personi tjetër që ka shit veten e saj me parë, kur më atë rrugë s'ka shku. Ndërsa te pasaniki ja ka kujtu që do të më ndihmu të tjerëve. O xhamat, o vllazën, o ju njerëz, o musliman, o ju me avdes. Allahu Dhul Xhelal ty të ka qu bereqet. Po nuk janë parat e tua. Ti ke punu, Allahu Dhul Xhelal ti ka shumu, ka shumë njerëz që punojnë e kur një dinar bashkë nuk mujnë e bojnë. Atëherë jep sadaka, ndihmoju të tjerëve, sepse Resulullah i neve na ka garantu, edhe pejgamberi është betu, ma tanqusul mal bis sadaqa, kur nuk pakohet kuleta jote, xhepi yt, parja jote, pasunia jote, malli yt, duke i dhënë të tjerëve, ata Allah i kometa shumë fishu.